Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 8 mars të 2025. Duket se është një ditë mjaft e mirë, sepse dielli ndërkëndësh me peshqit me Marsin në gafore. Një kënd pozitiv që ndikon shumë guximin, mundësinë, rëndësinë, vendimin që mund merrni dhe jo vetëm. Është një ditë pozitive nëse keni pasur probleme, keni pasur debate me njerëz që ju rrethojnë, me probleme të ndryshme që keni pasur, është një moment i mundësi shumë e mirë sepse është një ditë shumë pozitive për të rregulluar ose jeni prishur me një shok, me një mik, me një mike, ose doni që tani që ti rregulloni gjërat, është ditë e mirë kjo sot mja. Përfitojnë shumë shenjat, siç janë shenjat e ujit sidomos, gaforia, akrepi, peshqit dhe diçi ose ata që kanë planete në këto shenja. Është një ditë fantastike. Prandaj vini pas, mos harroni pas dore, sepse kjo periudhë, kjo kohë është mjaft e mirë dhe mund të rregulloni gjërat dhe të arrini atë ku dëshironi, sepse është një ditë mjaft e mirë dhe një ditë shumë pozitive në gjëra të mëdha. Në çështjet që kanë të bëjnë edhe me kuptimin e gjërave të mëdha që mund të keni, sepse nganjëherë mund mos jenë gjërat ku duhet, por vjen momenti që juve i rregulloni, por në ditët e caktuara, në ndikimin e planeteve dhe hëna, ku jep mundësi, jep dhe kohën dhe koreksin.